Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahu jalla wala falendrojmë vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjen e tij, shokët dhe çdo ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Në vëllazër, vazhdojmë dhe sonte me lenin Allahu xhalla xhelaluhu me rrjedhën e përgjigjes së Ibn Qayyimit rahimullah në një pyetje, po që nuk është thjesht pyetje. Një problem shumë madhor që nuk ka të bëjë me individ, nuk ka të bëjë me grup, po ka të bëjë me njerëzit në përgjithësi. Problemi që ka parashtruar pyetësi në këtë pyetje është problem që vuajnë të gjithë njerëzit prej tij. Por varësisht pastaj nga gjallëria e zemrës, nga thellësia e njohurive, kush si e detekton e kush si heton e kush, domethënë bashkëjeton me të, pa hetu fare se ka smundje dhe ka problem. Ibn Qayyim rahimahullah tash ka filluar të hynë në temë direkt, duke folur për problemin e mëkatit dhe për të na furnizuar me njohuri të duhura, të cilat realisht e fuqizojnë robën, e fuqizojnë vullnetin e tij, e fuqizojnë vendosmërinë e tij për të luftuar dhe për të pasuar nga mëkatet. Ka se kemi thënë se njeriu për t'ia dalë në këtë dunjë, me realizu qëllimet që Allah e ka ngarkuar me to, i duhen dy forca. Forca e dijes dhe forca e bindjes dhe veprimet. Forca e dijes, domthonë, ushqehet dhe mbështetet dhe përkrahet me njohuri, me informata. Ndërsa pastaj kur mbushet si duhet njeri, kalon në bindjen, nëse procesi i mbushjes shkon normal, nuk ka pengesa të caktuara, atëherë mbushet vullneti. Dhe keni vënë për shkak shpesh Ibn Qayyim rahimullah edhe sjell trajtime të përzira mes furnizimit me dije dhe furnizimit me bindje, me vullnet. Besoj që çdo njeri që ka gjallëri zemra e tij, domethënë në situata të provokimit reagon. Është pamundshëm mos më reagojë. Ky reagimi është forca e veprimit apo. Për shembull, të ndodhur nëse njëri don diçka apo edhe çaj që e don rrezikohet apo. Mi thon për shembull, çu s'po reagon për prindin tën, atë që të ka marrë, atë që të ka bën. Këto janë këto provokime apo. Këto provokime pozitive e ngacmojnë veprimin apo. E ngacmojnë veprimin apo. Dhe më Qayyim rahimahullah kur bjen thot për shembull apo thon, nuk ka veç njohuri kur thot që mëkati të shkput pe Zoti apo. Por të provokim, që sa kemi leju me bë diçka që pe Allah ndosha, kjo është ngacmim. Do të më kuptoj si ngacmim apo, jo si njohuri apo. Do për shembull mëkati të shkput pe Allah, të mor fund. Jo, kjo është provokim. Apo thon, që në këtë provokim reagon zemra gjallë apo. Zemra vdes ku nuk reagon. Normalisht nuk i bën përshtypje një ngacmim i tillë apo. Prandaj kësi forma po i quhet të këtij ngacmimi ka në Kur'an apo. Allahu te barekuhu teala na kushtimisht po flasësh me tash kuptimin e të kësaj fjale, Allahu xhallahu ala ngacmon apo. A nuk është ngacmim për shembull ajeti i parë me thirrjen Kur'an, ya yunas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. O ju njerëz, adhuroni Zotin që ju ka kriju. Që shkrim me adhuru krijesa. Ti ai nivel duhet. Apo sa veç ai që të ka kriju çaj do të më adhuruar. Çdo adhurim tjetër është për ty degradim, apo. Dhe kjo është edhe informat, edhe thirrje, po edhe është një lloj ngacmimi që ta provokon, domthon, ambicin ta provokon, vullnetin ta provokon lëvizjen apo. Edhe kështu do të më kuptoj shpesh edhe shumë çështje në Kur'an apo. Ai kur Ibn Qayyim rahimahullah flet për dëmet e mëkatit, pasojat e mëkatit, po këto janë fuqizim i dimensionit të diturisë, të njohurive, që duhet njëri sa më shumë din, më tepër vëdësohet, më tepër i hapën syt. Por edhe në tjetër është edhe një lloj ngacmimi, provokimi pozitiv që të lëviz ambicet e heshtura, vullnetin domon e plagështuar, t'ja lëviz në drejtim pozitiv. Vazhdon ende Ibn Qayyim rahimahullah, domethënë me shpalosjen e probleme që sillen mëkatet dhe çka i bën vetit njëri me gjunafën.
Ai do më të kalloj çka i tu i bëj vetes tonë me durrët e tua, me mendjen tonë, apo çka i tu bëj. Po. Tash ka ardhur një pikë që konsideroj, domthon, është thelbi i temës, apo është burimi i problemit, apo. Dhe një që është të më kajmë, rahimullah, t'jap me kuptu se këta njerëz, domthon, një krizë të madhe që ne kemi e kanë kalu me sukses. Një krizë, jo shumë tjera, po një krizë. Cila është ajo krizë? Çfarë krize kena natë në vëllezër? Na kena shumë krize normale. Po një pikë krizave kryesore kemi se shumica dhe këtë mendoj që duhet shumë me punu në këtë drejtim, dhe duhet shumë me pas seriozitet në këtë aspekt, se shumica e informatave që Allahu na jep për një realitet tek ne ende janë në nivel të abstraktivitetit. Të ne janë hala imagjinata. Të pa deshifruara, të pa kuptuara. Për shembull, kur Allahu xhallahu ala flet për xhenetin, marrësh, nuk ka thjesht një imagjinat që asty një s'ka pa, por është në realitet ekzistues apo. Për kur është kosmosin, është që funksionon realisht për me dikush tu e majt apo. Po ka shumë abstraktivitet. Kjo abstraktivitet do na mon jashtë realitetit apo. Do na parlojmë po Allahu është, po xheneti është apo. Po jo për shembull me arrit deri në nivel që me e trajtu si disa realitet që i prekun fizikisht apo. Domethënë, problemi jonë është se aspekti material është dominant. Ai dominant. Në çfarë kuptimi dominant? Jo në kuptim të organizimit jetësor, po dominon edhe mënyrën e të kuptuarit tonë apo. Por na pa e materializuar në sens se kuptojmë apo. Pa e kthy për shembull këto punë nuk e kuptojmë apo. Dikush thotë po njëri që nuk ka çështo. Sahabët kur e kanë kaluar këtë dimension, ju ka mjaftuar shpjegimi i asaj bote apo që më kuptuo ç'është bën apo. Apo. Po kur pejgamberi sa ju ka fol për xhenetin, apo ju ka fol nga çaj nivel. Niveli i gajbit apo. Po i gajbit që nuk shihet vetëm me sy të ballit apo. Me krejt çën e brendshme ata e kanë pa, ata kanë hetuar apo. Prandaj çka abstraktivitet bën problem. E pengon mobilizimin e bindjes edhe ambicieve për me e lëviz dijen në praktikë. Tash më ka rahimullah vjen te një çështje që ka nevojë shumë për konkretizim dhe e konkretizon deri në mund të them kështu deri në pikën e fundit. E vizualizon qartë apo marrësh, domthonë dhe ky vizualizim nuk është thjesht shpjegim oratorik, por është realitet. Çështja është tamam apo. Çdo kuptim tjetër jashtë kësaj, domthonë është keq kuptim apo. Për të kuptuar ti se ku është të zhvillu realisht beteja, ku është jeta, ku është drita. Prandaj Ibn Qayyim rahimahullah në vazhdim kur flet për problemin ose pasohet e mëkatit edhe shëmtueshën mëkatit, e bën që mendoj që edhe si informat është e mirë, por më tepër është ngacim i fuqishëm apo. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, wa min uqubatiha, edhe nga domthon pasojat e shëmtuara të mëkatimit është se me mëkatim e fuqizon dhe e furnizon armikun kundër teje. Mund ti e ki pas ke një armik, ai po të sulmon ty po të lufton, çdo mëkat i joti është më dhon armatimin tën atina ta shtimu sulmon apo. Para këtë mëkatim këtë proces e kupton shumë të njerëz apo. Kush për shembull është ta vjen sqarim apo si hyrje apo. Në njëri që është për shembull me një armik të luftu, apo edhe armatimin e fortë që e ka, më thon çore merre që to, edhe tash unë që të gjuje mua. Çfarë a ka mos me fitu luftën e rreth? Kur apo? Zakonisht ushtritë luftojnë për të marr armatimin një pozicionin e të mëkatimi çka është? Mëkatimi është si proces në kashim armikun, është domethënë zbritje nga pozicionet strategjike dhe dhurat e armatimit armikut apo. Me durë të uapëtën. Tash varësisht sa është mëkati i madh, që është arma e fuqishme dhe pozicioni i rëndësishëm. Prandaj Ibn Qayyim tash kalon tek çështja
betejës me shejtanin. Tregon bazën e kësaj mbi çka Allah e ka ndërtuar këtë betejë dhe pastaj kalon praktikisht se si zhvillohet betejë. Son do të mundohem me përmend më bazat e betejës dhe për treguar çka të kap Allahu ty në këtë betejë. Armë që t'i kap Zoti te baraka o taala me luftun këtë betejë. Ai përdorim as i përdorim është çështje se Allahu t'i ka shtu dhe me pa ti se me këtë armëtim e parë dhe me këtë pozicion që të kap Allahu xhallahu ala kursup absolutisht dhe gjithmonë ai mbet në pozicion e dopt çu ka thënë Allahu xhallahu ala inna kayda shaytani kana dha'ifa. Kurthet e tij, strategjia e tij, përpjekja e tij mbet e dopt. Mu bin ti sa i fuqizohet veç për mes teje. Veç unë e ti e fuqizojmë. Për ndryshe, s'ka fuqia e mineva. E pa mundshme ashtu. Nuk ka të mundshme. Tash po këtu betej ka lëndime. Betej ka lodhje apo po s'ka gjynzim, s'ka dorëzim, s'ka mposhtje. No këtë e dojmë, se normal jeta i ka sfidat e veta. Edhe me Qayyim rahimullah krejt për shembull subhanallahu veç me ik fjalën shejtan. Këtë trajtim edhe me lezu si spjegim. Bombe është të folët për luft në dy superfuqive të mëdha, dikun që taman si luftë rrallë që bëhet. Tash dikush më thonë që po e ka huazu këtë spjegim nga ngjarjet e betejave materiale, fizike, apo jo kundër tash thonë. Në Qayyim nuk bën huazime. Për shembull, unë kur do të ta shpjegoj një san caktuar të se kupton se është abstrakte, apo huazoj një ngjarje të jashtme që ka ndodhur, me atë ngjarje shpjegoj këtë apo. Ngjarja e ballafaqimit me shejtanin, betejës me shejtanin, nuk është huazim nga luftat e njerëzve. Jo. Pa i tregon ç'ky realitet ndodh. Pastaj nga ç'ky realitet dalin tëra betejë që ju shihni apo. Po kupton dallimin? Prandaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, Allahu te baraka taala e ka sprovu këtë njeri me këtë armik apo. La yufariquhu tarfata ayn. Nuk i ndat as sa mbyllje që le mbyllin i çerpikut. Kur nuk ndat apo. Në të armik i veçantë, s'ka armik dunja që kështu apo, që kur s'datë. Thot, ndodh me flajt, po nuk flan nga lufta kundër njeriu apo, domthon ndrimet, domthon zavendësimet e vazhdueshme apo. Thot Ibn Qayyim rahimullah, e sheh njeriu, ndërsa njeriu nuk e sheh atë apo. Jap çdo mund, thot Ibn Qayyim, nuk lën mund, nuk lën mjet pa u shërbimet e për të dëmtuar njeriu apo. Ndihmohet me krejt çka mundet apo. Me llojin e tij, po edhe me llojin njerëzor, nga ata që ka arrit me prunë në nivel të djallëzimit apo. Do t'ja ka vendos rrjetet në gjitha anët, ja ka vendos kurthet në çdo rrugë që shkon apo. Thot Ibn Qayyim pastaj thot krahas kësaj që ka vendos, domethënë në vazhdimsi inkurajon dhe moralizon i thart e tij se ky është armiku jon. Ai u flet aty në për njeriu që ky është armiku jon. Mos lejoni që ky të shkon në xhenet e ju për shkak këtij të përfundoni në xhenem. Ky është shkaku kryesor që na jena në këtë gjendje kështu më radh. Do të përmend realisht ç'është ndodhur apo. Tash para ti jeton me një jetë që këto kurtha, këto rrjete janë për rreth teje apo. Ti si sheh ato? Ti apo sheh? Jo nuk i sheh apo. Ti mund me atu fazën finale të kësaj kur bjente që është mëkati apo ose e keqja e caktuar. Po ti këto nuk i sheh apo. Dhe këto tash më vonë do ti kuptojmë se Allahu te baraka nga rahmeti i tij këto i kam shef apo. Na mos më po na ka lajmëruar për shkak të domthonë vëmendjes edhe vëdësimit kashi kësaj. Thotë Ibn Qayyim rahimullah në vazhdim pasi që tregon ndërsa pak më gjatë pa një detale, si mobilizohen si lëvizjen këtu më radh, thot Allahu te baraka o taala e ka ditë se me çfarë armiku është sprovu njëri apo. Don Allahu e din çfarë agresiviteti edhe çfarë domethënë përkushtimi edhe çfarë vendosmërie ka armiku që po flas për të kundër njeriu ton. Andaj Allahu te baraka o taala e ka furnizuar njeriu me ushtar, me armatim, sikurse e ka furnizuar palën tjetër gjithashtu apo. Ashtu lini pyetjet në lozë që zakonisht edhe dëgjojmë
që njerëzit e bojnë, e pse Allah ka kriju shejtanin? E pse Allahu e lën shejtanin me na bëu sherr? Pse e lën me na bëu mëkat apo? A dilema ka më të shmëta, ndonë dilema pa qëndrueshme. Edhe shpesh shokumcek edhe në përdesë të tjera. Do ka disa dilema që njerëzit i marrin shumë seriozisht, bën sebeb për pengesë të madhe në iman të ata, po janë më tepër të natyrave emocionale, nuk janë racionale, nuk janë logjikshme ato. Po janë, domthonë më tepër emocionale. E për emocion duhet përgjigje dur, jo argumente ndoshta logjike. Kur fol për shkak për çështën e shejtanit. Nëse shohim Allahu xhallahu ala sikur sa tash do të thotë me kajone valla, me çka ka furnizuar njeriu apo. Ti e sheh se Allahu xhallahu ala e ka lënë vetëm për një urtësi apo. Domthonë nuk është çështja e ndërlidhur me sulmin e tij, nuk është çështja e ndërlidhur me mëkatimin ton, nuk janë këto opsione, apo që janë përgjigje. Përgjigja është të ndodhur se Allahu xhallahu ala e ka krijuar njeriu që përmes tij të shfaqen shumë urtësi të Allahut te bareke ve teala që kanë qenë të pashfaqura. Për shembull të ndodhur. Adhurimi i Allahut me rezistencë nuk shfaqet vetëm tek njeriu apo. Se adhurimi i Allahut te bareke me natyrshmëri është me lajket apo. Ato adhurin Allahun me natyrshmëri, pa rezistencë apo. Nëse Allahu e don adhurimin me rezistencë, prandaj njeriu i devotshëm, si mbas shumicës së dietarëve, është më i dashur tek Allah dhe më i vlefshëm se me lajket apo. Përse me lajket janë të krijuar në këtë. Sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu jalla jalaluhu, në kuptim si të konë Allahu azza wa jall. Mahnitet, ose kur çuditesh nga mirësia me një të ri i cili s'ka anim. Djali i ri në moshë duar, ka provokim, po nuk ka nën, rën stabil është. Apo këtë Allahu xhalla wa ala. Këtë e përmoralizu që kjo mirë adhurimit të Allahut te barekuhu teala, Allahu xhalla wa ala ka lënë një armik që e ngacmon, jo për ta bën me anum, po veç për të mundsuar me rezistu. Kaq apo. Ndërsa problemet e tjera që shkaktojnë nga ky armik janë për shkak të njerit, që ky pastaj ka mundësinë, po në realitet nuk ka mundësi me deviju njeriu. Pastaj për shembull të vëllazër, Allahu xhalla xhelaluhu e don që me i ndihmu robi ti në këtë rrugë. E për me ndihmu robit, e duhet mu përlesh me diçka, e duhet mu ngatru me diçka. Që pasaj ma ndihme Allah te barekuhu teala me nxirr, me marr kuptim ajeti më madhor në këtë shpallë që ka or, iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Vetëm ty të adhurim, vetëm për te ndihmë kërkojmë. Mos pa qenë shejtani aftan, në esencë, çfarë kuptimi kishte me qenë kërkimi i ndihmës istiane që nga adhurimet më të dashura të Allahut te barekuhu teala adhurim, apo ai don me të paka kërkon ndihmë për ti, ai me të ndihmu e ti për shkak ndihmës time me triumfu apo. Dhe Allahu xhalla wala e ka leju për shumë arsye, do të them. Po e ka leju për me e shpërfaq, domthon kujdesin e tij që ka ndaj teje, apo. Respektin që ka ndaj teje, veç. Nuk është shejtani pengesë për njerin, realisht, apo. Por është një shkallë që njeri me të ngrihet tek Allahu te barekuhu teala. Nëse ai e kupton ç'është duhet, sikur çdo pengesë tjetër një që është, apo, nëse njeri e kupton si duhet, apo. Prandaj, thotë Ibn Qayyim rahimullah, për ta treguar ty tash un pak ndoshta parafrazoj për kuptu drejt, për ta kuptuar drejt ti se lënia e shejtanit si pjesë e jetës tonë nuk është kundër teje. Nuk është në dëmin tonë. Nuk është pse njeri nuk ka tek Allahu pozit. Jo, po është e kundërta, është thotë shikoja për shembull kujtja ka jap Allahu te barekuhu teala, don kujtja ka pa Allahu xhalla wala udhëheqjen e betesë dhe flamurën e fitores. Kujtja ka pa Allahu xhalla. E ka jap zamrës ato që më shumë të don. Që aty ku Allahu ka leju që aty me kon vendi i besimit në Allahun, e njohoj se Allahu xhalla wala. Ti me zamrën një Allahu xhalla wala. Me zamrën më don adhurim më të madh në zamër. Çat Allahu xhalla wala don njërin si çanje. Po pjesa më e dashur në Allahu te barekuhu teala, pjesa më e mirë, më e vlefshme e njeriu te njeri
që ka njerit, për të Allahu xhallahu ala, do të thonë është cilla? Është zemra e tij. Normalisht syni, truni, veshi, krejt janë këto, normal me që buni ibadete. Por esenca e kësaj të kush është zemra. Dhe betejë me shejtanin vetëm me zemrën bëhet apo. So as bëhet me dur. Nuk mund shejtani me luftë me dur, s'mundesh apo. Nuk mundesh. Nuk mund shejtani me luftë me gjuhë, s'mundesh apo. E lufton me zemër të fortë përmes gjuhës. Sigurisht po. Po zemra është generali i kësaj betejë apo. Prandaj për treguar se domthon Allahu xhalla xhelaluhu sa e kanë ndihmu këtë njeri dhe sa e kanë ngrit, e ka bërë që zemrat udhëheqin. Plus sa i thotë më kaim rahimullah, e ka bërë që betejë të jetë momente, çaste në raport me atë që ka për të betejës apo. Në çka dunja në krahasim me ahiret? Se ki betejën ti 700 vjet apo. Betejë që ka pe kohës kur të mosh madhur njëri, sa jeton apo. Sa i kalon gjumë sa atje, është aja për shembull, për këtë që ka t'jep Allah, gjitha ato privilegje, ato ngritje, ato e përsi, ato shpërblime t'jep Allah azza xal, që do të zhvillohet një luftë, këtë i ka on 30 vjeçara apo. Kushtim është. Çikaç, për një përjetësi që kur s'merr fund apo. Edhe kur më me këtë armik stakosh kur më apo. Por ja ka bëu Allahu xhallahu ala haram xhenetin. Kur sin atje apo. Për çfarë arsye? Për shkak se është palë betejës. E betejë do të marr fund apo. Betejë merr fund kur besimtari mbyll syt. Edhe vazhdon tutje apo. U kryo kaq. Ai këtu kur më njëri parasysh e sheh se Allahu xhallahu ala realisht që nga fillimi të ka vendosur në përsi apo. On para nëse në garë me dikon, gara është 1 kilometër apo. Apo. E ti 700 metra para ti apo. Apo për shembull. A ka mundësi me ta kaluar? Pa mundësi. Nëse mundësi të keni barabarta, dhe është njëri, po është krijesë. Të pa mundësi. Ama mund me ta kaluar se ti po shon, rren, po ti atë këto, ama ti ke shkaktuar humbjen apo. Shikon çfarë përsi ne ka vendosur Allahu te barekote. Tash për shembull, i më kemi të thonë me këtë se këtë kjo e përsi, këtë kjo privilegj, këtë nderi që ti ka pa Allahu te barekote, realisht ti i njollos, i shpërfill, i përbuz, i nënçman, me një gjunat që i një ka që poshtë, aja vlenë Allah. Pasat thotë me kajmë rahimullah, dhe krahë saj Allahu te barekote, dhe me thonë, për me inkuraju besimtarin që tjetë pjesëmarrës aktiv në këtë betejë, apo kuptoni këtë drejt apo. Do të shikoj këto të jap për me nxit. Plus asaj thotë për me qenë pjesëmarrës aktiv në këtë betejë, betejën që ti e zhvillon me shejtanin, Allahu te barekote e ka trajtuar si tregti mes teje dhe mes tij apo. Si tregti mes teje dhe mes tij apo. Domthon sikur se Allah inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allah ka blen nga besimtarët, në shpirtat, jetët e tyre, pasurinë e tyre, që në kundërvlerë për këtë tua jap xhenetin. E si jetë kjo? Duke treguar betejë. Pasuria, keq ka ki në dunjë nga begatit është mbrohet me betejë, se shejtani tenton ta marr. Ai ka pa tenton një kafrot gojës me ta marr, nëse është bismillah. Çata kush me ta marr? Me rrugë që gjithçka me qenë e pastër, pa prekur për ti është betejë, është luftë. Apo, mos flasë për tëra beteja të shumta që ndodhen në jetën e kësaj bote apo. Thotë Ibn Qayyim pastaj rahimullah, atë mjafton ty, domthon inkurajim motiv çka thosh apo për këtë pjesëmarrje në këtë betejë që ti je pjesëmarrës aktiv në këtë betejë. Ti kthesh çutën e betejave, ti lër të beteja tjera. Ti kthesh çdo betejë, a mjafton se domethën blerësi është Allahu, ndërsa kontrata është e shënuar në librat e shejtanit. Apo këtë kontratë të kësaj shiblerës e ka shënuar Allahu xhallahu fi Taurati wal Injili wal Quran. Këtë librat më shejta e ka shënuar këtë kontratë, këtë marrëveshje. Pa në përshon një marrëveshje që po me dikon, këtë me duam me qitë, me në këtë librat e historisë shkruame se fillon festeu ka bëu marrëveshje me dikon se ku më ka punë. Allah ka shënuar këtë marrëveshje mes robit dhe mes Zotit në këtë librat e shejtanit. Se e ka blej pe ti atë që e ka dhënë Allahu te bareka o taala.
Pastaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, edhe në fund i ka thonë për me siguru plot, apo i ka thonë se wa man awfa bi ahdihi min Allah. E kush e përmbush premtimin më mirë se Allahu xhalla xhelaluhu. Në çdo marrëveshje në këtë dunjë që inkurajoni me zbatua, keni keni marrëveshje shumë ideale e mira, po edhe me nxitprat me një zbatim me marrëveshje Allah thot wa man awfa bi ahdihi min Allah. E kush e zbaton marrëveshjen më mirë, më drejt, më sigurt se Allah xhelaluhu, fastabshiru. Andaj përgëzoni. Që me kuptu se besimtarë me disponimin të betejë apo me përgëzim të vetvetes se Allahu xhallahu e ka ndëruar që të jetë në pjesë e një betejë për Zotin, që Allahu është blerësi i krejt asaj që ka ndodhur në këtë betejë. Është parmena në këtë betejë ndodh për shembull ndodh një ëndër e keqe apo plan, a është pjesë e betejës ëndër e keqe? Po. Shpërbleje tek Allahu xhallahu. Edhe këtë e blen Allahu, edhe ëndrën ta blen apo. Edhe ëndrën ta blen Allahu te barekotallahu. Edhe shqetësimin ta blen Allahu azza wa jalla, edhe mërzin ta blen Allahu te barekotallahu. Edhe gjithçka, edhe therrën që therr këtë dunjë ta blen Allahu azza wa jalla. Gjasë kjo pjesë e betejës është. Shejtani do të thonë me një therr, apo me nxit betejën një fjalë që s'dosh me thon. Për mbash thosh ato çka duhet. Është pjesë e betejës apo. Krejt çka ndodh, Allahu xhalla wala e konsideron pjesë të kësaj betejë që këtë blihet, këtë po ta blej, këtë çka ka. E pastaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah se Allahu xhalla wala i ka përgëzuar se çka të këtij më mirë, sikur se ka thënë Allahu xhalla wala në surën Saf, ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. O që keni besuar, a dëshironi që u udhëzoj ka një tregti që ju shpëton nga dënimi i dhimbshëm? Në besoni në Allahun dhe pejgamberin edhe të bëni xhihad. Luftoni apo. Ibn Qayyim rahimahullah këtë e bën tek xhihadi ndaj shejtanit, qase që kjo është xhihadi esencial, bazik. Xhihadi esencial, bazik është xhihadi i shejtanit. Kursave të tij, nga se kjo është i vazhdueshëm. Luftat e tjera fillojnë kanë fund. Apo marrin fund. Pejgamberi ka luftuar xhihad, po jo këtë jetë të kon xhihad. Po më në kuptim armikun. Ka pas kohë kur ka pas anposhem, ka pas kohë ka pas paqe, ka pas kohë ka pas. Ky armik është i vazhdueshëm, i pandalshëm, betejë me të është e pa kompromis dhe pa marrëveshje. Pastaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah në vazhdim thotë dhe Allahu xhallahu ala e ka përkrah këtë që e thash fillim, jam përkrahje. E tash fillon me i detajzuar përkrahjet apo. Në praktike çu duhet të më pa nërvizoj e lekët përkrahje. Thot e ka përkrah me lajka apo. Që e mbrojnë njërin vazhdimisht. Çka është ajo që ka fillim domosdoshmë. Ti a din so sulmet si shet japën. Wallahi realisht apo. Sa përpjekjet me të godit, me të nal. Apo so kurtha që mush mëron to, so rjetet apo. Kush i largon ato? Kush ndron me ty ne? Ushtria Allah që Allah e ka autorizuar për mbrojtjen tonë. Sikur se Allahu xhallahu thot lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amri Allah. Ai ka me lajke përpara mbrapa që ruajnë nga caktimi i Allahut, kuptim nga çdo kurtha, nga çdo shejtanit apo. Që ka mundë ato mbrojnë, të largojnë. Tek natul kursin plan rahat, ka thon pejgamberi sa ta nat në kini kujdestar pe Allah që të run. Që kjo vëllazë apo? Që kjo për shembull, a është hala abstrakte? Abstrakt është hala. Para me veç krejt është konkrete si ushtria reale, veç speshuhëm. Kush e më shumë? Këtë reale. Çfarë të është? Ato janë qitash të prezant. Për shembull, mos më mbrojt Allahu azza xal një moment apo. A kështu mujt me mojt këtë naj këtu opton për sulmet të shajatinëve, s'munësh Allah. Nuk munësh. Sa është armika, çush lëna me folna kundër ti, kështu kaq rahat apo. Kush po e mundson këtë punë? Allahu te barekualla. Me përkrahjen e tij, me lajka që e mlojnë mejlisin. Atë po ku folet për Allahun, për pejgamberin son, ku shtjellon ajet Allah, çka do pejgamberi son? Me lajket me krah mlojnë. Çka më afro shajatin? Çka më afro gjend atë? Pa mundshme apo. Mbron Allahu xhabaralla që ti këtë shkollën e Kuranit rahat me mësu. Apo po në ka granatime pitonave, ka gjytën të ronë, a man këtë shkollë të snin zurëm. As nuk një granatime, as nuk një gjytje, as kur është një pse i ka që Allah do ushtarë, vëjmë sot në këtë shkollë rahat, unë e të mbrojtja. Kështë shkollë, ku gjënë? Ku gjënë kësi shkollë?
Ke pa në shkolla zakonshme, fëmijët mbyten në për shkolla, në bankat shkollës, normal, se nga ai armik, që është njëri me njërin, aty të shka, e ka pa Allah njëri meni më mbrojt, të shka është apo. Ama nga shejtan, ka që Allah me lajka, që të mbrojnë, trujnë, apo. Ma dje edhe e t'inkurajojnë, mënyrat caktuara që të vjen kanë motiv, vjen kanë disponim, të zimbi ka vjen, është prekje, që Allah e dërgon melekun me të preka, apëton, një preke që të ngjall, apo. Nëse për shembull njëri të në këtë dunjë merr një dosë caktuar me vitamineve të caktuara që qoftë që pak forcohet apo. Është krijesa e Allahut është vitamini apo. E para kur me vitaminat vet prek në me lajka apo, çysh ngjall apo. Çysh të preka, çysh të këndell apo. Ti ha fuqi apo, habitesh apo. Sikur se ka thënë Allah te barë në Kur'an. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika. Ata që ka thonë Zotin është Allah, thumë me stekamu, ka najtë stabil, qka bojna, qysh rinjë këta stabil? Të të nëzzëllu alejhum e mleke. Shërko të të nëzzëll, s'ka unë ju zbresin, po të nëzzull është zbritje e vazhdushme, pandalshme. Të regon për proces të pandalshme. Apo, ju një herë, po në vazhdimësina, me lajke speciale që dërgojnë në mbrojtjet besimtarë që të mbetet stabil. Apo, unë t'i falër, bënë dhekër, po nëso përshkatimi është aty, Allah. Nëso garantimi është, të si të e nibel, a si të e pa, po dikush të luftu për ty. Dikone ka vendosur Allah ushtar që ti lirë shumë falu në gjami, ty s'të mutë kërkush. Apo, ti hinë gjami, bismillah, audhu billah, po është dikur aty, është me ta kap komën, po dikush të shka e lena, apo këpëtan. Apo, a besan ti që së ndodhë kjo punë, ka dërgu Allah me lajka, që në mbrojnë e trujnë, që në dojnë, në dojnë. Allahu Gjallahu Ala i ka urnu me në dasht. I ka urnu me në sejgjda. Për shfarë zyje? Vepër s'ka se në danë. Edhe në mbron nga armiku. Pasaj të në vëzër, pasaj që Allah ka mbrojt me të është, në ka mbrojt Allah me shpallje. Në ka përka me shpallje. Që ka subhanallah të në vëzër, me qka kësha rrit ti me demasku shejtanin, nësë mos t'ishte shpallje. Me që kështë e maritimi kuptu se nësë mësë më konë shpallë, pejgambert, shko ka përzidh nga mesi njerëzve, njerëz më të dashur, më të pasë, më të përzidhur, me ardhë, ndonjë me vujt, me usprovu, me hjek, nga mendelehtit, e nga arrogant e ndryshëm, pse? Pesh me të mbrojt ty në këtë betejë. Që mësë me konë, se mësë me pakon shejtani të në vëzër, mësë me konë shejtani. Dhe më honë, njeriu me natyrshmërinë e vetë do të arrinte, edhe lërshëm pas të do të bënte, Allah me dëmësime, që njëri me i kuptu. Nëre, pa mësim, pa shpallë nuk ka, po nuk do të shë njësi kurse, me prezencë e shejtanit. Nërsa prezenca e këti loj agresiv armitësor, është pa dyshim pengesë e madhe. Për me të dërgu këtë pengesë, ka dërgu Allah Gjallahu Ala, pejgamber, ka zbit libra. Pas pejgamber, Allah Gjallahu Ala ka dërgu me ulema, me djetarëve. Nda dhe Imam Mahmed Rahimullah ka pas në një zakon në parathënie, kam përdor shumë dietar pastaj në parathënie kur lavdrojnë rolin e dietarit ka thonë e sa nga ata që i ka godit shejtani e kanë trajtuar, e kanë shëruar, ata ndihmë e shpejt, apo se kanë lënë me vdek nga plagët e shejtanit. Se kur plagosh në betejë mos më kon ndihmë e shpejt, ki gjakderdhja. Ata janë ndihmë e shpejt, ata janë mbrojtja, ata janë që Allahu xhallahu ala u ka hap mundsinë e ringjalljes së njerëzve pasi që i ka vdek zemrat atyre shejtani me qytet e me kurat e tij. Dhe kjo mbrojtje është. Ai ky libër që e kena para vetë në vëllazër, që ka mundu kaq në detaj, kaq të bukur, kaq të mon qartë me kuptues atë. Nuk është kjo, domethënë, ndihma, kush ka mësuar kaimin më mësu kështu. Më kaimin këto se ka ditë. Pas se ka ditë. Allah i ka dhënë pejgamberit asë ma kunte tadri mal kitabu wal iman. Ti s'ke ditë çka është libra, çka iman. Ti s'ke ditë natë kam mësuar. Helimo Ibn Qayyim, Ibn Taymiyyah, Abu Hanifa, Shafi'i, kajt Allah i ka mësuar. Pse Allah i ka mësuar tani as kaq shumë? Pse i ka mësuar? Për mos unëve. Se detyria që ka pasur Abu Hanifa rahimullahu te Shafi'i, s'u kon që dorë aty kreçja. Jo si është dorë. Si është dorë. Ibn Qayyim da ja dorë keq kjo di për vetën e vet. Jo, Allah njerën. Sa për ta 20% ball. 80% është probleme që i kanë njerëz, e ka mësuar Allahu këta, që sa i vjen njerëz. Po normal.
Se këtë shpjegime, këtë fiku që ka shpjegu për shembull ulemat e fikut apo. A janë dash këtë ulemat e fikut? Jo, mora. Po kja gjysmë për fikut se kanë pas kur që dash. Se normal, s'mund të këtë fikut me zbatu. S'mundesh. Nuk mundesh. Merë veç për shembull që kanë me çështët e femrës muslimane. Po ti so shpjegime është e ciklit. So komplikime tjera, so telashi është ato me dhon përgjigje të ndihshme se ka të bëjë me namaz, ka të bëjë me çështë të ndihshme ato. Kështu kujtojnë punë thjesht puna. Komplikim atash më i madh ato. Imam Ahmedi ka thonë 8 vjet ju mbet çë tema ato. 8 vjet. Apo, kam mësu për çrregullimet në kun kur gratë kanë qenë të rregullta. Po na sot çu çrregullu shëndet i gruas ato. A din çfarë çrregullime shkapën? Habitesh ato. Po me dhonë përgjigje, me dhonë sena. Si duhet të hoqës, a djetarët për veti. Po pse e kam su Allah azo gjellë? Mas më radi kush në kutë shejtanë të aptaj me bo që as duhet me bo. Në shlasën për shumë, ka pasur e masë që në kun haqë. Ata kanë spiku haqën, ti sot bën haqë me haqë ty në. A i su kun haqë. Pse e? Që Allah azo gjellë u ala i kam su. Për krahe për ty me mësu. Ty e mua, to me ne. A nësë është ke përkraja? Tash kur ti ngon këta, e shethush, krejt që të e prish gjunahit, apën. Këtë kjo përkraja, këtë kjo marveshje, këtë këtë melache për ty, këtë këtë ulema, këtë këtë pegamber, të libra, apën. Ty me të majtë, si zotni me ecë, apën, ti qosh e bën këtë punë. A bën njeri me që më këtë punë. Pse që të ngacman pjesën e brendshme të karakterit të ndërgjegjes, apën. Slana, ndërgjegje e pasë me shku njeri në ato rrugë, apën. Pasaj thot, Ibn Qayyim rahimullah, pasaj që ka një mu, Allah azza jall njerën është, ja ka mendjen. Mendje shnosh, me këtë mendje e ka ndriqimin, e ka njohurit, e ka bindjen, e ka imanin. Që këtu, që ka ndodhë me? I kupton senet, ja zbulan, bindja ja zbulan, kur të shëtanë, se drita e bindjes nuk lënë bezveze pas zbuluave. Jeqini, për shembull. Pastaj imani përkra këtë betej. Imani është përkras, imani është suporti kryesor këtë beteja. Këtë të kanë ndihmu Allahu te bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, deri në atë mos, Allahu xhalla wala, domthon, ja ka ndriçuar njeriu të mendjen. Ja ka dhënë deri në atë mos, ja ka dhënë sasin e bindjes, sa që atë që Allah e ka premtu e shë me sytë vetë, apën. Qa që si ka përdo. Po varët sa e ke ushy zemrën me bindje dhe mendjen me njohurije me dije, qa që fillon njëri mi pa punë si kurse ta manë, që është të pishapën. Që Allah o zëgjel ka përmenë. Atë që Allah të bare këtala dhe mon ka premtu. E shë premtimin Allah të bare këtala dhe mon si duhet. Din mi dalu armisht, nga mesht, din ku më pozinu, din ku më shkua, e tjera. Pas e thotë Ibn Qayyim rahimahullah, për asaj që Allahu xhallahu e ka përkra njërën është edhe, këtë zamër që është, në më thonë, që është udhëheci i kësaj beteje, ja ka për Allahu të barë këtale disa ushtarë për vetës vetë, mërënshme të jashtëm. Syri është ushtar i zamrës. Ama, dhe nuk unë besni kjo të ratharë. Apo, pa ne shikojnë se Ibn Qayyim bëtë më në kalëzu se zamra është në luft. Apo kuptani? Zamra është në betej. Se shikojnë të në që të zamra me marë. Se të të me marë synë, se vynë. Kur të merë zamra, ka marë synë. Në të në me marë zamra në shejtanë. Në të në aty me vendosë pozitën. Si bën këtë punë alat, tani është shtjellimi detajzuar më vonë. Por do me të kalëzu Ibn Qayyim rahimahullah se Allahu xhallahu ala ta ka dhënë synën që me inimu zemrës në betej. Tash ky sy që Allah e ka dhënë zemrës ushtar apo. Pa nëse për shembull nuk qyr ku nuk duhet apo. Tradhar. Sy tradhar është. Që Allah ka dhënë ya'lamu kha'inatal a'yun. Kët sy me birzim kështu kisha dhënë e ka qytet Allah tradhi. Kha'ina. Apo. Sy tradhar. Tradhan vesh tradhar apo. Allah xhallahu ta ka dhënë veshin që me ndëgju hakun me to, që përmes veshit ton zemra mu mush armatim, ka dera që Allah e ka vendos,
Ka porta që Allah ka vendosur me u suportu zemra si luftar, ti e ke tradhtuar apo? A kupton çish është betejë? Tradhia është, mëkati është tradhia. Që të Allahu xhalla wa ala sunë fal. Ja ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa rasula fatakunu amanatikum. O që keni besuar, mos e tradhtoni Allahun e pejgamberin, nga se kështu e tradhtoni emanetin që keni marrë. Ç'është emaneti? Këna me të besu ty, Arab, dhe këtë këne armik, që është emaneti. Nëse e tradhtoni emanetin, e keni tradhtuar Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pa çështja është serioze, çështja është po mënej, nuk ka punë, njëri me kuptu se vap ndëshkim, nuk ka veç i kaq Allah, shumë më tepër se kaq, është komplet koncept i ri i pamjes realitetit, i begative që i syve tu, i veshve tu e tjera apo. Pastaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, ja kam gjuhën që dhikr, kjo ushqie, dhikr apëton. Pa në kjo për ngibet. Pa e prish. Se ti pa e dopsën pozicionin e zemrës me ngibet, me bartë e fjallsh. Mos lasë me folë për dinë Allah, pa dija, për me zhush. Kjo tranon zemrën. Në kuptim të dopsimit edhe rënis nga pozicionin që Allah xhallahu ala ja ka dhënë. Pastaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah. Kejto që i fërëllë, shukani, kejto që i fërëllë, thotë Ibn Qayyim, kejto për krahe këto sa thotë, bëgjitha, kejto në sebebe. Allahu xhallahu ka marrë përsi minimum. Se Allahu ka thonë, o inne gjundana, lahumul ghalibun. Ushtrejon ka me fitu, në këtë betej. Në honë, syni, veshi, me lajket, kejto në sebebe, pa me t'inkurojnë ma tepër, që re stabil, re i qëndrushëm, mos laka ka thirit e shejtanit, ka thonë Allahu Azzawajal, unë e garantoj se ti kemi fituar. Pastaj ka thonë Allahu te barë t'ala, në më thonë, in të nësurullaha, jansurkum. Nëse e ndihmoni Allahun, ju ndihmoni Allahu juve. Allahu s'ka në minimum. Dhe ndihma reale është me ndihmu na vetvetes kundër armikut tonë në raport me adhurimin e Allahut Azza wa Jalla. Pastaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah në pjesën përmbyllur të kësaj, po i ka disa pika më rëndësi. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, edhe e ka mësu Allahu Jalla Jalaluhu njeriun çish më luftuar. Shiko, ja ka jap njohurit për betejën, ja ka jap njohurit për armikun, ja ka jap armët, ja ka jap për krahasit. Tash ka kalu tek faza tjetër e kësaj çështje. Më kanë thënë, e ka mësu çish me luftu. Çish luftohet me ta. Është interesant, fiku ulemave për këtë përgjigje, për shembull, që më kanë marrë ka përmend veç një ajet në Sura Al-Imran, ka qëtojnë bazat e luftës. Që duhet më kujdes. Pastaj thash fillon detajzimin. Ja eyyuhalladhina amanu, ajeti i fund i surës Al-Imran. Allah thot, ja eyyuhalladhina amanu sbiru, was-sabiru, warabitu, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Thotë Ibn Qayyim që shtojnë 4 sanet kryesore që me to zhvillohet betejë. Mënyra, strategjia e betejës. E shese subhanallah, krejt, domthon çështja është ende lidhur te me shpak basavara. O është keni besuar ismeru. Mënyra kryesore e betejës është sabri. Me shpak përmbajë, veç pak bëhu i gatshëm me gëlltit idhësinën e momentit. Veç pak, se pak është idhët, vjen pak idhët. Vjen pak munim, vjen pak lodhje, moment është bëhu i gatshëm për sabër. Kaq. Pa sabër s'kap. Mirë, po me momentin kur njeri fillon me gjetë mënyra të caktuara për me ikë idhësisë, atëra i shmanget natyrës së kësaj dunjaje, nuk ka mundësi. Prandaj thot Allahu xhel, ja eyyuhalladhina amanu, o që keni besuar. Mas pari, të ndrozë, Allahu na mëson se jo të gjithë e kanë derën e kësaj betejë. Jo të gjithë e kanë derën e kësaj lufte për këtë kauzë kaq të madhe, historike, shekullore, që nga fillimi i njerëzimit, jo tonë kanë.
Jo të gjithë janë pjesë e kësaj marrëveshje, jo të gjithë janë pjesë e këtij premtimi, jo të gjithë janë pjesë e kësaj përkraje, jo të gjithë. Veç ju që ju përshtatet dhe ju përket kjo thirrje, o që keni besuar. Smeru. Shko s'pan çfarë, o që keni sabër. Sabër pak në adhurime, sabër pak në harame, sabër pak, kalon, po sabër është pak, kalon. Po dhe në sprovat të saktuar. Sabër është tim vetja. Pasë thët isbiru wa sabiru. E qëka është sabiru? Sabri, këtu isbiru është bësabër. Bësabër. është çështje momenti, bësabër. Nërsa, kur vjen sabiru, i ka dy kuptime. Një kuptim raport me vetë-vetën, një kuptim raport me njëjën tjetër. Në raport me vetë-vetën, çfarë kuptimi ka? Do me thonë, të mbeteni në pragun e sabrit gjithmonë. Gjithmonë. Çka është sabiru? Se isbir është moment. Apo, tash Allah nuk ka të moment, isbir, sabiru. Bëne sabrin në gjërim tjetës tonë. Bëne sabrin çështje të vazhdueshme. Do nga se gjithmonë ka më dorë sabri. Çati ku s'ki sabër, ki më godita. Sabiru. Edhe sabiru, kuptim të ndërveprimet të ndërsjellët, do të përkrahne njëri tjetrin sabër. Japni sabër njëri tjetrit apo.Ërsa, të vëzër, kur një musliman për është para një haramit, edhe kush vjen edhe inkurajon për me shkel haramin, apo, a që kjo përkrahen betej? Jo, apëtëm, jo. Sabër Allah. Ka Allah gjellë bën zgjidhje. Të ralla sot janë fatkeqësisht këto sana, zakonisht kur dikush po don me qenë pak më parimor, më i gjenuar, e gjen, domthon, po qylla kur të kritiki, qylla thuaj po sabër. Po nëse s'ka hapësirë fetare, po don për lehtësime të caktuara, apo. Po esenca e ndërveprimit ton të ndërsjellët me të është sabër. Edhe në reagime të caktuara, unë ja kisha bënë kështu. Po të thuaj po sabër. Sabiru mësane ndihmane njërin sabër. O të wasau bil haqqi, o të wasau bil sabër. Ndihmon, në vërtet, ndihmon sabër. Prandaj, pse nuk është harru kur këshilla Waraka ibn Naufal? Kur nga historia nuk është një pse? Jo pse i ka besu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po pse i ka thonë, më sabër. I ka më sabër, se ki mu përjashtu për këtë, që është kam më mëgjirë, po, ku shuar me që e orti, se kanë lonë rahat, rahat se kanë lonë, ko që pej qëtash për thëmë, më në gatëve. Ajet e para kanë qenë, o një rabbike, fasbir. Fillim, ja ilmu dëttir, o t'imbulum, kom fëndir, që u thërë, wali rabbik, për hatër të zotit bë sabër, për hatër të Allahut bë sabër. Për i të zotit gjellëvarë bë sabër. Sabër për në madhë, sabiru. Dhe do të më këshu me zveti me sabër. Pejgamberi sa asam, kër ka pa, më thonë, kër ka kalu për pamës të mërshme, të trishtushme, duke u denu dhe duke u keqtrejtu familje e Asirit, qëfar ka thonë për sabërën, ale jasër. Sabër. I ka thonë pejgamberi, fjallën sabër, ja ka thonë kujna. Sabiu që ka ardhë me shpinë djegun, apo, o lakin e ka mund të stagjërën, po gutërni, që po gutër ma kanë kallë shpinën, po gutër, janë proces, janë faza, s'po dhëmë të ashtë në njërë me, po sabri kuptum drejt, këtë që është për sabër, ka të bëj me koncept të drejt shëratik, jo për interpretime njërë të sabrit, apo. Të sabrit, të poshtnimit, të nënqmimit, jo kësi sabrit, po sabër me standarde shëratike, apo po sabër. Pret, vinë senet, mëse ka punë me ufëri, mëse ka punë me emocione, bëni i matër, i urt, kada dole, me linë Allah Gjellewala, ndriqohen e hapën qështë, sabiru, edhe me zveta, edhe pas Allah kënë, varabi thu. Qëka është varabi thu? Ribat, e spikojnë me Kajmë Rahimullah vetë në këtë pjesë, thotë se ribat është, dhe më thonë, me najt një pikë të kufinit qerunë.
që kjo është ribat. Nëse tu që tu rre, të runë qatë pika apëtan, dhe i des, edhe nuk e qënë. Që kjo nejtë e ju të që atu i thënë ribat. Ka thonë pejgamberi s.a.s. 2 llojet syrit si prej gzerë me gjëhnimit. Ai që ka nga frika Allahu xhallahu ala, sinqerisht edhe në vetmi, edhe ai që run, s'flan, kështu mos po i dikush, na rutëm. Tartamot për anaj syni aty që run, se prej gzerë me gjëhnimit ai që run, për shembull, ai që run malin, run kodrën, çfarë se vapi ka. Pa ai që run shariatin, ai që run familjen, ai që run rinin, ai që run fëmijët e vet, kështu çka po këshyrin, ka po shkojnë. Që kjo ribat. Ribat është në pozicionin që të ka vendosur Allahu xhallahu ala ribesnik. Para se gjithashtu thotë më kaimer Allah, luzumu thagri al-qalb wa hirasatuhu li'alla yadkhul minhu al-adu. Subhanallah. Thotë më kaimer Allah, ribat është domethënë që të zemër që është në betej, mi harujt hyrjet. Mos leja me hi armiku, se kjo në betej, për kjo ka do porta. Apo, e pastaj me kajmë rama fjatë për të portat, detalisht pastaj mënyrë të mrekullueshme, cëtë janë portat kryesore, ka hen, qysh hen, edhe qysh ruhesh apo. Betej taman luft. Hasti më është të lëm të var me ramë të lirë. Haj hen që i bjen kjo punë. Kështilla që i qele, i hapa. Andaj thotë me kajmë rama Allah, syri është port, gjua është port, barku është port. Ama, që ka përpot në barku është port. Një ka fshat haram, ja qeli ka përgjek dikon të vogël, një 2-3, një porta, një qëshut me radha. Pa këtë jem të porta. E thotë nëse hinë mrena, dje që ka bën armiku kërë hinë mrena kështilës. Rëmuje bën, halakam e bën, ta bën zamën halakam, qërët ta bën. Qështë ka thonë Ibn Taymi rahimullah. Ka thonë Ibn Taymi rahimullah, nëse teshën që e kalpi qeni një herë, qeni, krijesa Allah, që ka vaj? Sërët me lavë. 7 herë, 7 herë një teshë të kalpi qeni, së në falësh pa e la mirë. Të të mëntemi nëse një teshë që e kalpi një qenë, krijesa Allah të papajshme, do të katë shumë me la. E një zemër që kalpi gjuha shejtonin të sërët me lavë. Njerë me talpi zemër në francin, u hika një derë që e ke qelë, e kalpi njerë, sërët me la. E pastaj kur pastrimi e zemrave, dikush e mendon që është dersi i kalum pastrimi. E na pastrum mjaftu shumë. Andaj thotë me Kaim rahimullah se shokët e pejgamberit me gjithë pozitën që patën, e me gjithë rëndësinë, e me kanë ishin, e ku ishin, e për çka ishin, krejt të meri parasysh, veç një herë, e lëshun pozicionin. Çka ndodhe? Çka ndodhe në hudë? Veç një herë. E kanë shu Uhudin. Që e kanë ndodhë? 70 vetë ju në vra për shka kësë. është plagos pejgamberi s.a.s. Fitoria gati se e kryme u përmbës të humbje. Pse? Veç pse do njerës s'ka ne diri në fundove. Përdaj të këmë përmendë në sara që është një pozicioneve duhet shumë e këmë të sërëzisht. Wallahi, edhe na, edhe motër tona muslimane, të ka vendosë Allah në pozit, gruja muslimane në pozit, rruja në pozit se ka, ti kanë me hi, shumë kanë me hi. Ka shumë sulme ka porta e gruz, ka shumë sulme. Ka shumë përpjekje perfide, shumë të këqia, me të përtu ka dere e gruas, në forma ndryshme, nëse nuk është e vedishme, nuk është suqel, nuk i ka që të mësime para veti, nuk e rumë pozicionin, po lyp një pozicion tjetër, me bo mëne i ka dere e gruas, kërdika me në bo. Rëmuj, s'dim pikaos i kryt ku e kema. Normal, që shtu në hi gjithmonë, dhe në rrujnë ka një beni Israelve, që ulemat aty një në konë pejgamber. A me kupton? Ulemat pejgamber i ka pas. Shka dhe në pejgamber sa? Për mes gruz i ka prish e tonë. Për mes gruz! Kjo në këndëshme për gruz. Kjo është në kriti për gruz. Në ty të kemë, ty me bo, ty me të mujtë, na qabojna. Na sënë lëftojnë mo. Ja me bo me na mujtë gruz, na sanë s'kem qabojnë. Harro këtë punë. Me bo me mujtë gruz. Na e këna betejnë e humbur. S'ki qabojnë mo. Qa kemë bo për gruzi? Nëse gruja nuk është, që kemi bo? Pa baza e edukimit, baza e stabilitetit, baza e moralit, gruja është bazë. Më kuptu më dhe më këtë mundë.
Pastaj keni pasur më zëra. Sikurse e kam parë rrosë ndryshme apo më shumë. Agjerimi, e namazi, e haxhi, ibadete më të mëdha se shamia. A janë më të mëdha? Se në kushtet e Islamit apo. Po është në haxh kon kallaja, mos smluhesh kallaja, pse? Pse është më problem shamia se sa? Pse shamia është pjesë pozicionit tonë. Me bu me e veç pak më këto. Ai shkoni haxh sa doni, sa gale. Sa problem apo? Pa shamia tani shkoni haxh sa doni. Keni më po haxhi që ju krym punë pastaj. A kupton? Shtaj ka qenë në pozicion grunë, që të rrit, që të mos gabon, burrën e ka qenë, ti kur fëmijë, që të rrit. Po më thirrën, rri keq ti. Shikoj ka thënë pejgamberi, merre që të pozicionin me Uhudin. Ka thënë pejgamberi, kjo është vallahi shumë për medituar. Ka thënë pejgamberi, nëse na shihni, po na hajnë zogjt. E çaj bën po na hajnë zogjt? Krejt në dek. U kry lufta. Apo kupton? Këna hub, ju mos livretni. E çaj më rujt na kur desni, po ti ruaj s'po po të mrri çto. Apo kupton ti që drejtë ka thonë, mos gabo me livrit. Dikush jet gjallë me thonë që shkani arrimni, dikush jet. Unë po të mos livret, unë po të mrri çto. Edhe nëse na shihni të takhattafuna tayr, apo. Na coptojnë, zëjt na marr, na bajnë pikë, zëjt na hajnë, mos livret. Apo kupton? Sa pozicion më rëndësit, atë na qinë çto. Atë kem çto, ruje për Allah, ruje se ty të kem çto Allah. Dikon Allah ka vendosur në familje, dikon e ka vendosur në shtek dinit me rujt fenë Allah xhallahu ala, dikush tek bizneset, dikush tek profileve ndryshme të shoqërisë, pa detale. Atë ka qitë Allah, ruje çat, mos na hen pejtese se mos vet Allah. Prandaj muslimanët e kanë kuptuar, e kanë lënë shtegu me çka ka mujt. Me çka ka mujt e ka lënë shtegun e tij. Dikush ka mujt me kurrë me rujt, e ka rujt me ibadet. Unë nuk mëj me kom pjesë ushtrisë, as nuk kom para me investu, as nuk kom kurrë. Me çaj arti, ka thënë ati, ai udhëheci musliman apo muslim që ka pasur harrova. I ka thënë me çka arti në betejë, vjetër. Thotë i marr me 4000 hat më aftë. Që tu e marrë me qëto, me qitë. Mi thonë Allah gjele për hatër, që atyre mos supim së të. Ose i ka punë e madhë, dhe ka punë e madhë. Me një betej ka pyet një pej udhëhecëve ka unë, ku është Muhammed ibn Munkadir? Ka unë që aty dykun qysh, ka që i gishtë në kon lesi, që i gishtë ti për mosh, ma i donë së 10.000 ushtara. Se gishtë ti të Allah është në peshë, Allah, kur i që dur, kur ka lip Amr ibn Asi për kraje Omer ibn Khattabi e ka lip 4000 vet, ka ose betejë rrept, shumë na kanë dalë ta kap se kanë prit. Çam një 4000 vet, apo ne ka qenë 4 vet Omer. Bolli kishta ka. Me shtatë apo. Shkon ja ka qenë. Ja ka qenë këtë për zgjet yjet, apo yjet. Prandaj punu me peshë, punu kur të qenë gisht apo ama ki peshë, në pozitë rënë. Ama për den nga pozicioni apo. S'ke vlerë. Allah e s'ke vlerë. Zbret nga pozita e imanit, s'ke vlerë. Kërkush si heq apo. Prandaj ruje syrin, ruje vesh, nuk do ta mësojmë inshallah, po domethënë që Allahu xhallahu ala na ka vënë në pozicion apo. E ajo që e lidh këto, sabri, rrugja, pozicion këto është të kullaf. Nuk keni frikë Zotit, mos livretni apo. Që ka lidh të këto, se pa takva as rri këto as bëj kur sa bëj pa ke frikë Zotit. Kemi u pitë pozicionin, kemi u pitë për sabër, kemi u pitë për këta, sabër. Rejmë pozit ku duhet, rej. Edhe bë sabër. Po që sa jam të nejtë të pritë, po rej, Allah. Nëse qaj që të ka vendosë aty, i ke besu me to që të rej, që feja Allah, pejgamber, rej. Tendenca e njerit është tendencë për shpejtu proces, është normal, apo është normal, apo. Mirë po, këto është udhëzimi fetare që ka dalë, mos nuk gotë. Se njerët ka ndonë mund, ka ndonë kohë, ka ndonë... Andajtë më lëzër, një prej, dhe më thonë, nështë ta mënyrave ma përfide për me që janë të përdorë nga qarëse ndryshme, edhe në të kaluarën, po edhe sot, por në të kaluarën ma te për në kore kur ka qenë situatë të jetë kritike për muslimanët, apo? Që është punu shumë, që normalisht dopsohet pozicioni,
ato që e gjejmë të shkruar, të dokumentuar, të faktuar në libra ndryshme është se është punu më të madhe është punu për diskreditimin e dietarëve. Ja u vlerën apo. Domthon, ky s'den edhe ti lexon hadithe, si e Buhariu njëjtë. E ka pasur Buharin te Buharin. Që thot ose me i kontestu çështën e dietarëve përmes shembujve, për shembull të dështuar, ose bonit binu që dhe ato fushalla që thonë që ka pas Hoxhallah Ros, ata vetë dinë që s'ka pas. Nuk është çështja që ata kanë gjetë, jo se më rëndësi me gjetë. Rëndësia është të thonë që me fut një fallë dyshimi, apo që njerëzit që duhet dëgjuar, respektuar, të jenë të kontestuar. Fushat, prandaj na duhet me respektu edhe me ndihmu me vetë, gjithë kur nga pozicioni i tij, edhe më thonë mos sabër. Edhe hoxha kolazim më thonë mos sabër. Sigurisht që ka thonë ai Imam Ahmedov, ka mos sabër, thonë po bile po i sabër për gjithë shka, ti veli ki për shka mos sabër. Ai që kjo është më ndihmu me vetë, më përkro, po nga pozicionet e përcaktuara, ku e ke marrë shtegun, ku e ki shtegun që e ke vendosur veten tonë, që nga që e shteg ki më rujt mas pari veten tonë, zemrën tonë, që mos të bërton shejtani, sikur se thash, ka përmend Ibn Qayyim rahimullah se këto janë tri çështje të rëndësishme: sabri, plotësimi i vazhdueshëm dhe vazhdimësia në këtë çështje dhe pozicioni. Mirujt hyrje dalet e zemrës. Hyrje dalet e zemrës mirujt që mos më hyj për të shejtani se nëse nuk ke nga çdo portë, zemra me lenin Allah e shpartallon. Zemra me lenin Allah e shpartallon. Nuk ka shejtan që i afrohet apo. Nëse veç na i ruajm portët. Ti veç ruma që ta, apo ruma synin, ruma veshin, që do të mësojnë më vonë, apo që të ruaj. A zemra sa për zemrën? E më poshtë, se s'ka fuqi shejtani me që e kam poshtë Omeri radiallahu anhu që s'ka mujtë me taku, me qka? Me muskuj? Jo, Allah, me zemrë. Veç me zemrë të fortë e ka pas, jekin në fortë, që ka pas dritë në fortë, që s'ka mujtë shejtani asë në rrugë me i dalë. Ka realitet? Zemrë e fortë kur është. Ama zemrë kur është adopt, kur ka trathi, me qka kanë ra kejtë edhe përnduria Osmani, me qka ka ra? Me trathi, me trathi ka ra. Me shumë sena, kanë dhe për të mrena, në shpirt të halifës, edhe ta në që ku të hanë të krymi për mrena që kime mohë. A, kur ka mrena, organizim të fuqishëm të zemrës, ka rojtarë të fuqishëm, syni është i fortë, sotratharë, besnik, veshë është besnik, gjua besnike, leja zemrës të një veç mëse ki gale, nuk ka i blesë që të për para, e shpartalan, pa dhe vëtë të kullah, keni frikë Allah në gjellë u ala, e kuptoni seriozisht këto uzime, e këto begatije, këto mirësit Allah gjellë u ala, që Allah ju ka apë në e përsi, mos unë nënqmonin nga se ju e një në e përsi, u e në të mula alaun, u la të hinu, u la të hzanu, mos u dëpsani, mos u qënzoni, mos u mërzitni, mos u dëshprani, pëse ju e në e përsi, kur? Kënë të mu'minin, kur jeni besimtar në Allah në të fuqishëm me zamër të fortë, të ndërtuar me besim, me bindje, me portat e mbrojtura, kundër çdo tendencë djallëzore për me të bërtu brenda kësaj kështjelle. E qysh shejtani tash me këto nuk gjynzohet, do veç me një që të më u kry kjo punë, s'pas që kam me mësy. Ku jam mësyn, kush ja ka unë i mytën, që ka mund të me bëjë diçka dhe ka fillan, është pastaj ai trajtimi i detajzuar i kësaj përpjekje djallëzore për departim brenda kështjellës, ai Ibn Qayyim rahimullah që do të jetë inshallah në dersën e ardhshëm. Allahu na i udhëzoj zemrat tona, na i ndriçoft me dritën e tij, me shpallën e tij. Na bëft Allahu xhallahu ala të fuqishëm në stuhitë e dunjas kundër vezveseve të shejtanit, të çdo përpjekje tjetër që të na smbrapsë nga pozicionet që Allah na ka vendosur, nga pozita e imanit, nga pozita e namazit, nga pozita e ndërtimit, nga pozita e të qenë robi Allahut te bareka o taala, dhe na mundsoj që të jemi mbrojtës edhe të brendshmës tonë, po edhe të asaj që është e jashtme. Allah shpërblet për mëndjen sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.